Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi të konë Allahu Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatët për shëndetet i adrëgojnë a Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, familjes e ti, shokëve të ti dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi i 44 i 44 me radhë që flasmi rreth 40 haditheve të Imam Nevevit këtu poshtë. Dhe ende jemi tek hadithi 16 me radhë. Veç pak sene na kanë mbet për hadithin e 16, edhe inshallah herën e ardhshme nëse Zoti ka bë emër, kalojna në hadithin e 17 të 40 haditheve. Jemi ende tek hadithi që ka sjellë Imam Neveviu, hadithin që ka sjellë edhe Imam Buhariu në sens, edhe vjen për Ebu Hurajrës, që erdhi një njeri dhe i tha pejgamberit alayhis salam, "O dërgumi i Zotit, këshillëm diçka." E pejgamberi alayhi salatu wasallam këshillën i dha, la taghdab, mos u pikëllo, mos u zemëro, mos u hidhra. Ndërsa në disa rivajete të tjera, prapë Buhariut edhe koleksionet të tjera, i ka thonë se ja ka përsërit. Ai pasi që ka thonë mos u hidhra, ky ka thonë këshillëm apo diçka, thonë mos u hidhra. Këshillëm diçka, mos u hidhra. Ja ka përsërit disa herë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Normal për këtë hadith kanë fol, tash natyre mund të kthehemi, po vetëm se tash na kanë mbet vetëm se edhe disa gjëra që nxirren prej hadithit. Si disa përfitime tjera që na kanë mbet. Prej tyne është se nga hadithi e kuptojmë se njerëzit të cilët kanë iman, njerëzit të cilët dojnë të drejtën, të mirën, të vërtetën, njerëzit të cilët e dojnë ahiretin, xhennetin, i pyesin, nga hadithi e kuptojmë se i pyesmi njerëzit e dijes për sanet çka si dim. Edhe nuk do të na vije turp që t'i pyesmi njerëzit e dijes për ato sanet çka nuk i dim. Nuk do të na vije turp. Përkundrazi, çojmë obligim të Zotit në vend. Fillimisht pejgamberi asëm si këshill i dha. Si këshill kur e pyeti e këshilla, dhe ja tregoi se çka u dashke për të. Ndërsa Allahu në Kur'an ka thonë "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni njerëz të dijes për sanet çka nuk i dini. Kjo fjala e Zotit në Kur'an, pyetni, është mënyra urdhërore. Dhe mënyra urdhërore nga ana e Allahut nën kupton ose kupton direkt obligim. Nëse kuptohet obligim. Por atë nëse sanet si din, për çështje të fesë, duhesh me i pyet. Obligim e ke me i pyet njerëzit çka i din ato sane. Edhe për këtë dhe Allahu kur e përmendin Kur'an, tha pyeti ata njerëzit që din. Edhe nga ajeti, jashtë në hadithit, do të kuptojmë se jo për çështje të mëdha të dinit, ti pyesmi njerëzit që si morin vesh. Se me thonë prej çuditërave që vinë, si në aspektin e fesë, dinit, si në aspektet të tjera, edhe në aspektet të tjera, prej çuditërave ndodhin kur flasin ata që flasin në lemin jo të vetë. Çdo njeri që flet në lemin jo të vetë, kime një çuditëra pastaj. Nëse për shembull njëri flet në din, çka nuk është drejtimi i tij, s'ka studiuar çështje, nuk mirret me çështje edhe flet, jep fatva, atë vjen me çuditëra, vjen me çuditëra. Nëse njëri edhe mjeshtrin tënde, thet për shembull nuk vënohet çështja kjo, lloka, por në anën tjetër. Ata që i shohin çuditëra, edhe t'i vojnë të najkësi vitet vëgële dhe thënë që prej çuditërave çka i patëm. Nga që kja, do t'i pyesmi njerëzit e dijes, njerëzit e lëmisë vetë për ato që t'i po të duhet. Nëse duhet për fe, pyetet njeriu i dijes. Por më rëndësin nga hadithi, e mësojnë asë është etike. E ka edhe obligim që me i pyet njerëzit e fejes për sanet çka si din. Aq shumë është e rëndësishme, sa që me bo me i pyet, edhe ti je muqallid. Ti je ndjekës veç, s'ki kapacitet për me i veçu argumentimin, s'di me i veçu argumentimin, atëherë veç nëse ta jep hoxha i dijes, nëse ta jep përgjigjen, ti inshallah
arsyetuosh edhe para Allahut ditën e gjykimit. Se ti ke thënë fjalën e Zotit në vend. Nëse Zoti ty pse ke bën çeton, a e din që ka qenë ndaluar? Ti thua Allahu Azza, unë se kam pas kapacitetin e dijes të bollshme, por unë kam pyet njërin më ditur që unë kam pa. E kam llogarit. Unë kam pyet, ai mu ka përgjigj, ti ke thonë Kur'an pyeti njerëz të dijes, unë kam pyet dhe kështu ku mor përgjigjen. Edhe arsyetuar. Por sa mi pyet njerëz nga hadithi kështu kuptojmë edhe interesin e njerëzve, si sahabëve, si njerëzve të dijes në përgjithësi, çfarë interesi kanë pasur për mi pyet, interesi i madh i tyre për mi pyet njerëz të dijes për sa në çka si dishin. Sikur që ka interesum ky sahabiu, shkoi tek pejgamberi alayhis salam edhe i tha, o i dërguar i Zotit, kallzam, tregam çish më apo. Këshillam, po kishte interes. Nga që kjo na mëson neve se muslimanët duhet të jenë të interesuar. Mos rrin këtë sekuti, por të jenë të interesuar, sidomos për çështjet e dinit. Jo me çato çka e kanë trashëguar, për shembull tash, nëse njëri ka 50 vjet, i ka një 2-3 sene, për respekt, po na kona janë ashtu çështu. I ka 2-3 sene në kuk, edhe as që interesën me pyet më kur gjë hiç për fe. Edhe kur gjë kërkujt. Jo kështu. Edhe ai duhet të jetë interesuar deri në momentin e fundit të jetës së tij. Kërkohet për sa në çka si din me i pyet. Sa që ka imam, i ka orë një ma'lume, i ka orë një informacion i dijes, çka ai se ka pas, ka qenë në momentin e fundit të jetës tij. Kur ja ka pru një qaur me pa, ja ka pru tek fjalët, ja ka pru një hadith, aja ka në zavalin e vdekjes, por interesi i madh për me di çështjet e fesë, ka thonë bën në një lapsë edhe një fletë çatu, edhe e ka shënu. Ka për tjerëve edhe imam që në momentin e fundit, për tyne Hasan al-Basri, në momentin e fundit e ka këshillu vizitorin që ka ardhur me vizitu. Se ka njoft një çështje në fesë mirë, kë në momentin e fundit e kanë se pas e kuptuar mi hadithin, se thuhet çështo, po hadithi ka për qëllim çështo. Edhe ja ka shpjeguar momentin e fundit. Kjo pastaj për hadithit, e vetëm e puna rivajetin tjetër, që i tha disa herë ja përsëriti. A i ti ke mësëm diçka, ky ti ke mos u hidhra. A ja pet mësëm diçka, këshillëm diçka, mos u hidhra, ja përsërit ke disa herë, rivajetin tjetër, prapë në Buhari. Po nga që ky rivajeti tjetër, çka kuptohet? Kuptohet se disa njerëzve është mirë mja përsërit shumë herë. Disa njerëzve është mirë mja përsërit shumë herë derisa të hinë kry. Se të pak të mund t'jenë ata, ose janë të pak vërtet, ata që me një tonën, me një shpjegim të vogël, ai ti ka marrë vesenet krejt. Çatu shka e ka thonë krejt. Të pak janë këta. Shiko ka doher në shtakën po, doher kanë pos, me një ndëgjim i ka mojt me një herë 30 hadithe e ma shumë. Ata kanë qenë qiftit Imam Shafiu të këtyne, Imam Bukhariu të këse. Ndërsa, në kohën tonë, shumë përshtatët kjo këshill që kanë nxjerrë dietarët prej këtij hadithit, që m'ja përsërit njerëzve. Nëse rastisht, për shembull, Haxhia më ka pyet mua diçka për një çështje të fesë, edhe unë ja kam shpjegu, Haxhi, kjo ban ose s'ban. Nuk është kur gjë e keqe, por sipas këshillës pejgamberit është që edhe në ide tjetër, e sheh që ti ja ke shpjegu, por e sheh Haxhi prap ko shkelje në qatë pikë. Prap sikur ty duket mos ta merr mendje që nështë mos po e ban për inati, jo. Për seretja se ja ka harru, ja se ka kuptu herën e parë. E thua Haxhi hat ka dhënë diçka, aja ka dhënë të njëjtën ti. Njëjtën ja ka dhënë skoder se pejgamberi ja përsëriti. Ja përsëriti disa herë dhe kjo mësohet prej këtij hadithi që disa gjëra janë që duhet mu përsërit. Janë disa gjëra që duhet mu përsërit. Sidomos të gjëra që janë të rrolla. E keni vetë në Bajram kur vina mu falë, zakonisht janë disa, po një numër i madh i sotit s'vjen kështu me lexime. Tash kur po vin Bajram, na bëhet më çore. Kaç tekbirate janë? Mos e votni në tekbirin e parë kështu e pasojna, në tekbirin e dytë kështu pasohet, po do të më shpjegoj një herë çka bëhet tek mot, ose kur shkojnë ja fojnë namazin e xhenozës. Po ndodh me roll, edhe do të më kallzu xhamatin që
Kështu, nuk është pa tjetër hoxha monis me ato që njëherë në qëtë fshat, unë ja ku spjegu, edhe mos ja spjegoj. Qështu nuk është e nevojshme, për shkak se pejgamberi alayhi as-salatu wasallam ja përsëriti. Ndërsa për hadithe gjithashtu nxirr dhe përfitohet, unë veç tash po nxjerr diçka përfitojnë edhe diçka për hadithet, se zbërtimin e hadithit nga këtu. Për hadithe gjithashtu përfitohet që duhet jemi të kujdesshëm për gjuhës, që mos na çoj gjuha në sende që e hidhrojnë Allahun dhe veprat tona mos na çojnë në sende që e hidhrojnë Allahun azza wa jall. Se kur e ka patëm shpjegu më larg, hadithi la taghdab, mos u hidhra, i bike komentet, mos ban veprime çka ti të bojnë më hidhru, edhe një herë mos ban veprime çka e bojnë më hidhru Allahun. Për nga hadithi kuptojna se duhet të rujmë veprat tona, gjuhën tonë, të rujmë veprat, gjuhën, që edhe këto mos bëhen sebe për hidhrimin tonë, por një herët ma parsorja krejt, që të mos e hidhrojna Allahun azza wa jall. Ju pata tregu herën e kaluar se me bon vakia, me bon ai fjalë pa kontrolluar, e thu e që ke mujt me kontrollu. Por të pa kontrollu me e thu e hidhran Allahun. Çka tha pejgamberi? Hen xhehenam me një lartësi sa prej lindjes në perëndim. Kaq një lartësi ose thellësi në zjarmin e xhehenamit sa prej lindjes në perëndim, veç pse e ke lëshu fjalë pa motor. Veç pse e ke lëshu fjalën e pa motor. Kjo, për na ky hadith neve na mëson me kon të kujdesshëm në ato çka flasmi dhe në ato çka veprojmë. Edhe ju pata përmend se nëse si i kujdesshëm në ato çka flet. Njoni për shembull pak e ka nervozunit rë, ose s'ka dhënë cigare që mbati, ose diçka tjetër. Është nervozu. Edhe si të hinë shpe, pa një pa dy një tërë një nervoz të vogël, nëse si thët, je shkorzume, hecë që ka në shpe se të këmë shu. Qka i bjen kjo? Nuk kena punu me këtë hadith, kjo hadith në tërhek vrejtin, në ban neve me këtë të kujdeshëm edhe në gjuhën të në që ka flasmi, se me këto, më shmorë dhe i të hidrimi, hecë shpe se je lëshume, a di qka i bjen që një shkorëzim e kryte. Ty të kamet, adin po ju, veç edhe një. Dy që si fjalla, dy që si nervoza me thonë, edhe tretën mos ki drejt as me këthy. Që të dyjat ki drejt me këthy. Ki drejt me këthy, brenda 3 pastrime ose 3 mujve, ki drejt me këthy. Që këtë tretën mos ki heq drejt me këthy. A për që pa do mi ban, e tani shumë e njeri hene se vazhda jetën, hajtë kishe s'podiju në kur gjohë, për shka ka i ka thonë, nuk se 3-4-5 herë, 10 herë, 100 herë, ta është hajtë se për tënë, ku më hija një he mundo, mos mundo, edhe i gro jetës që ashtu. Pastaj për i hadithit normal përfitohet edhe ajo se duhet të përpiqemi të përfitojmë sjellje të mira. Ato sjellje të mira, nëse ti e mod gjuhën tënde, për i hadithit, unë zjarë ke kështu, e mod gjuhën tënde, kime pos sjellje të mira në të folur. I mod veprimet e tua, kime kon me sjellje të mira. Pastaj, me mendimet e tua kime qenë i motor, atë kime pos edhe mendimet e mira për të tjerët. Dhe kështu më ky hadith pro na mëson neve me kon të sjellshëm në moralet të mira si ato gjuhës si të veprimeve të tona. Pastaj për haditheve për këtij hadithi nxirret se nona, sikur më e thon kushtimisht, shumica e sherreve vijnë për shkak të hidhrimit. Prandaj kujdes, pejgamberi i tha atij sahabijut, e që në fillim e kena pas përmend që sipas asoj që pejgamberi ju përgjigj kuptohet se ky sahabi ka pas nevojë me ja tërheq vrejtjen për mos më hidhru shpejt. Sa ai është kon tip që është hidhru shpejt. E na mëson neve që nëse shoh me njëri që të pyet diçka, edhe nëse s'ta pyet hiç çështjen çka tip vrejtja që atij po i duhet, por përgjigjen ato çka po kërkon, po sillja pak edhe rreth problemit çka ai e ka. Por sikur këto kanë zgjedhë ato se shumica e problemeve ndodhin prej hidhrimit të pa kontrolluar. Për këta tha pejgamberi mos u hidhra. Këshillam diçka i tha, pejgamberi ja kthei mos u hidhra. Shumica e problemeve. Unë përdora problem e përmenda. Problem shkurorëzim. E që tani u kalon jetën e tij e jo menuse më.
si thuhet nuse. Pastaj, për shkak që se kontrollon hidrimin tan, e hidron Allahun. Sa herë shkelje ban vetë se e hidru. Njëri thotë kujdes. Sikur një sahabi e po pejgamberin e po prej lart, shkan hidru. Edhe ai sahabiu pejgamberi tha, ai më ka me ditë gjithashtu me thonë të shka, me kërku që Allahu më mbrojë prej vezveseve të shejtanit, e kështu tha, i kish kalu. Ky hidrim. Shkoi një sahabia transmetoi, i tha çështu po thot pejgamberi, hes me xhaneta, a nuk e di çka më bëma, më nuk veproj mirë. Hidrimi po të ban me pos probleme si familjare, si të rrethit tant, hidrimi pa kontrolluar. Probleme edhe hidrim me Allahun azza wa jall, probleme nështë nëse me njerëzit e dijes, se ti për shkak hidrimit ja krizë me bëm, edhe probleme të tjera shumë të sipërsitshme. Ndërsa si përfundim të hadithit, dietarët kanë thonë se edhe nëse hidruhesh, kërejt çka të pason pas hidrimit tan dënim ose përgjegjësi për ton kimë dhon. Përgjegjësi për ton haxhi bas kimë dhon. Nëse pse kimë dhon, ti hidruhesh e shojtë personin. E ke pos vetën kontroll. Po e nervoza pak të pesane, o mën kontrollën e ke pos. E shojtë e mersh për dënimin për sharje. Hidruhesh e myt njerin. Amo ke qenë hidrimi jëtë, ka qenë ti ke mujt me e mojt. Vetëm se qashtu vlen shpejt. Edhe e myt njerin, kime pagu gjakin, ose kime dhon gjak me gjak. Ose edhe sene e shkil njerin, ose ban sherët të tjera, pra kime dhon përgjithsi. Edhe timja që djetarë kënë fol pak si në diskutim, kënë thonë nëse qaq fort hidruhesh, sa që mos se ki ti në trunin tanë kontrol, s'de qka po flet më, kur del krejt prej kontrolës, truni jëtë, enë që si rase kënë thonë, si rase i shkuruzimit, nëse që ka që je hidruz, mos s'de qka po flet, ke thonë nuse si je shkuruzuar, tani masit kalen, thonë nuse e thëtë pa shkën shpet, pse? Po më thove shkën shpet, ja, thëtë, valla, unë s'kam thonë se, unë s'kam thonë, e kësile i hidrimesh, nëse s'de qka flet, s'din qka ban, inshallah arsye të vësh. Për çka ti dish, si e thove vërtet, s'ka arsye ti me thonë, valla, unë falbe se kesh, unë pe di që e këmë thonë, po kesh i nervozum, së arsye të është. Vetëm se nëse del me që si lloj hidrimi, që të kanë nxjerr prej kontrollës krejt, sikur disa dietar mufesirin, kur e kanë shpjeguar çështjen e Musës alayhis salam, Musa alayhis salam u hidhru shumë kur i po popullin e vet duke e adhuru putin ose viçin. Atë shumë u hidhru i poti fletushkat prej gurit, i poti ndër që Allahu ja dha në turi Sina dhe mori gjujt për tukë për hidrimit madh. Se ka pot më vetën kontrola që ka po banë. Në qësi lloj kontrole, mi po me gjujt fjallë të Allahu të shkufër, dole për dinit. Por për aton s'kën thonë për Musën, se ka pos më vetën kontrol heq, se s'ga dita që ka po banë. Edhe qështu, nëse njën e koksiloj nervozë, kanë thonë hajde. Amo, nervozë që ti e din se që ka po banë, atëherë dënimi bie mbi ty. Kështë që kanë zjerën prej hadithit të 16 në radhë, e inshallah herën e ardhshme, fillojna me hadithin e 17. E lusmi Allahun të na fat na mëshiron, lusmi Allahun azza wa jall xhenat atje të na bashkan walhamdulillahi rabbil alamin.